Fitare e muajit gusht edhe këtë vit ka sjell fluks të lartë të diasporës që po kthehen në vendlindje për pushime në pikën kufitare të Vërnicës. Ata vinë nga vende të ndryshme të botës ku jetojnë e punojnë. Rruga është e lodhshme për ta, por vendlindja thonë se u kthen disponimi. Mirë, shumë mirë kemi kalu. A ka pas vonesa? Ka pas pak, po e lejushme, që kuptohet. Normal tash është sezona. Sa orë keni prit? 2 ore gjys, dhe ato me 20 kere. Me 20 kere. Po, kracija shumë. Sa orë rrugë keni bo? 24 orë. Ku keni prit më shumë ti? Kemi prit 2 orë në Kroaci. Bashkadetarët tanë edhe këtë vit po subvencionohen nga shteti me policat të sigurimit të automjeteve, ndërsa në Vërmicë atë po e marrin për një kohë shumë të shkurtër. Sa kohë vonove për të pajis me policë sigurimit? Që 2 minuta, jo 2 minuta shumë bile. Po, në rregullo gjithçka, veç pak të gushve kolona, po. Në pika tjera kufitare kishte Ka, gjithmonë ka, plot. Sipas përfaqësuesve të zyrës së Biros Kosovare të Sigurimeve, fillimi i muajit gusht arrin pikun e fluksit të ardhjes së tyre në atë. Muaji korrik ka përfunduar me spaku 35.000 vetura të diasporës që kanë kaluar, ose që kanë marrë siguracionin në këtë pikë. Qeveria po subvencionon edhe këtë vit diasporën me kategorinë e automjeteve të udhëtarëve. Vendet ku bashkadetarët tanë përfaqësohen më së shumti janë Gjermania dhe Zvicra, më pas Italia dhe vendet nordike, ndërsa Byroja Kosovare e Sigurimeve po punon 24 në shtat. Jemi të përgatitur mirë profesionalisht, stafi është në nivelin e duhur, kështu që pak sekonda i nevojitet pres në sporteret e Byros Kosovare të Sigurimit. Sipas zyrës së Byros Kosovare të Sigurimeve, deri më tani mbi 13.000 vetura ishin nga Zvicra, 10 deri në 12.000 nga Gjermania dhe pjesa tjetër nga vendet e tjera europiane. Ditët në vijim pritet një rënje e fluksit të ardhjes së bashkadetarëve nga Europa.